të drejt për drejt zotin Aer Byllukbashi, në kryetari i Partisë Demokratike, njërazi drejtues politike i qarkut të Durrësit. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Jemi saktësisht sot në një ditë kur dihet tashmë motorët e fushatës de facto janë ndezur tashmë prej kohësh. Partia Demokratike është duke bërë prezantimin e programit pik pas pike. Sot kemi pasur një deklaratë interesante, do të kishte shumë interesante kohë më parë në fakt, teksa vinte nga një ambasador i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, në këtë rast, që thotë se niveli i lartë i korrupsionit është një nga shkaqet kryesore të largimit të të rinjve nga Shqipëria, një element po kaq interesant aty dhe këtu po përdor edhe sarkazmën teksa përdor këtë fjalë, është kur ai thotë se përfaqësuesit e huaj infektohen nga niveli i thashë themeve në Shqipëri, po përtej kësaj her pas here ngrihen pikpyetje teksa flitet për fushatën se sa po përzihet krimi në këto zgjedhje. Ku jemi, në çfarë pike jemi mes gjithë kësaj morie informacionesh dhe sigurisht edhe informacione që vinde nga aktivitetet e Partisë Demokratike nga fushata. Ndjesi u zgjata. Po si që thatë ju, fushata ka filluar, është në ritmin e saj të plot, përse i përket fillim, sigurisht do të intensifikohet ditë pas dite. Kemi diçka, domethënë rreth 6 javë në dispozicion tashmë, kandidatët janë të gjithë në terren, të gjithë kandidatët e Partisë Demokratike të koalicionit për Shqipërinë Madhështore janë në fushat të plot. Jemi duke përçuar mesazhin der, jemi duke punuar me struktura të cilët ato të japin maksimumin e tyre dhe kandidatët e listës hapur duke shfrytzuar në maksimum gjithashtu komponentin e garës që jep tashmë ky sistem zgjedhor. Diçka që është rikthyer në një masë të ngjashme me atë të 20 ditë më parë, ku të gjithë kandidatët kanë mundësinë, kandidatët e listës hapur për krah kandidatët e listës mbyllur që kanë eksperiencën politike të fushatës, që ndjekin hap pas hapi organizimin e strukturës dhe fushatën për logon e koalicionit, për numrin 1, Partinë Demokratike dhe koalicionin Shqipëria Madhështore, të gjithë kandidatët e listës hapur sigurisht në garën për të zgjedhur më i miri, për të zgjedhur më të mirët, kontribuojnë në përçimin në mënyrën më efikase të mundshme të mesazheve të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, e vonuar apo jo, ky është një fakt që të dinë shqiptarët, shpërthejnë raportet ndërkombëtare prej vitesh, rezolutat e famshme të fundit vitit që shkoi, në veçantë ajo e Partisë Popullore Europiane, po edhe ajo e IDU-s edhe CDI-s, flasin për korrupsionin galopant, për korrupsionin endemik, korrupsionin agresiv të një shteti që po si shton rezolutat apo si shton raportet ndërkombëtare, është një koluzion, është në një bashkëveprim, është një tryezë të rrumbullakët me krimin organizuar, sepse tashmë modeli i qeverisjes që ka vendosur Edi Rama është pikërisht kjo, një qeverisje e një stili mafios, të një kupole ku bashk në atë komisionin e famshëm të mafias, në të njëjtën formë është bashkë Edi Rama, ministrat e tij, eksponentët e tij, komisarët e krimit të organizuar që i ka ngarkuar, ulen në një tavolinë me krimin organizuar për të qeverisur bashkë, për të ndarë llokmat e llokmat e Shqipërisë, të cilat në fakt do të ishin një emira publike dhe ose qoftë dhe pronat private që i takojnë shqiptarëve të cilët duhet i merrnin për shkak se u janë marrë më herët apo i kanë marrë dhe nuk po i gëzojnë dot. Pra e gjithë kjo histori, gjithë ky model qeverisje ka ardhur përsëri tek momenti i kthimit, pra kur krimi risirret në lojë për të bërë atë që kërkon Edi Rama, që të bëj vota. Kriminal të njohur që janë kërkim sot janë përsëri në terren dhe policia është duke i mbrojtur. Ka në Durrës raste të tilla? Po sigurisht ka, po jo vetëm Durrës, ka në Shkodër. Po flas për Durrësin duke qenë dakord se ju flisni edhe nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike, po dhe nga pozita e drejtuesit të qarkut. Ndërkohë ajo që është, domethënë edhe faktori ndërkombëtar është vënë dieni dhe janë dhe ata në dieni në fakt të emrave specifik të përfshirë, jo vetëm të eksponentëve të krimit,
por edhe të personazheve që Edi Rama ka caktuar për t'u marrë me ta. Dhe është shumë